Shumë turistë po vinë, por pak po shpenzojnë. Deri në fund të qershorit vendin e kanë vizituar mbi 5.5 milion turistë të huaj, ndërkohë që sipas të dhënave të Bankës së Shqipërisë, shpenzimi mesatar për turist mbetet rreth 430 euro. Sipas ekspertëve të turizmit, ka një tendencë të qëndrueshme. Ka patur një rritje të intensitetit gjatë 3 mujorit të dytë, por muajt e fundit kanë dhënë sinjale jo shumë të favorshme. Ndërsa sipas tyre duhet të hiqet dorë nga numrat dhe duhet fokusuar te cilësia e shërbimit. Sipas ekspertëve, problemi kryesor në Shqipëri nuk është çmimi, por cilësia e shërbimit, një problematikë që vazhdon prej vitesh. Aktualisht Shqipëria po frekuentohet kryesisht nga të rinj që e vizitojnë vendin për herë të parë. Ekspertët sugjerojnë se nuk është më koha për të numëruar turistët, por duhet fokusuar te cilësia e shërbimit. Nëse trendi i turistëve me shpenzim të ulët vijon, ndikimi real i turizmit në ekonomi mund të mbetet më i kufizuar nga sa tregojnë shifrat e hyrjeve.